Të dashur shqiptar, kjo që ka ndodhur i ka përcen çdo lloj imagjinate njerëzore. Shqiptarët nuk dinë gjuhën arbëreshe. Në gjuhën arbëreshe, fjala paidhe do të thotë rrjet. Fjalën rrjet ne e kemi marrë nga italishtja. Por në origjinal, në gjuhën e folur në Greqi, gjuha arbëreshe ka qenë paidhe. Grekët përzen vëllezërit e tyre arbëresh për në Itali. Ky është krimi më i madh i njerëzimit që ka ndodhur. Ato që duan të bëjnë sot njerëz të shkretëtirës me palestinezët e kanë bërë grekët që janë shoqëria më raciste në botë. Dhe arbëreshët e mirë shkojnë në Itali dhe sot e kësaj dite i thonë rrjetës paidhe. Fjala paidhe është në greqisht, por nuk e ka gjetur dot njëri deri më sot, sepse kjo shkruhet pagidha. Në gjuhën greke, g-ja është bërë j mes dy zanoresh. Dhe shqiptohet paidha. Jo vetëm kaq, por d-ja është bërë d në shqip dhe në greqisht në të njëjtën kohë, dhe kjo vërtetohet me fjalën pordha, që në gjuhën greke është pordhi. Pra d-ja bëhet dh në fund të temës së fjalës. Zbulimi im epokal. Tani, nga vjen fjala pagidha në gjuhën greke. Në gjuhën greke të lashtë, në gjuhën e Homerit, ka qenë pagi. Dhe pagi i thonë një lloj kurthi ose rrjete për peshqit. Mirë po, çfarë ndodh? Është zhdukur kjo fjalë, por duhet të ketë ekzistuar. Pagidhion në neutër. Është fjalë përkëdhelëse, do thot rrjet e vogël, rrjet e z. Dhe-ja greke bëhet th në shqip. Dhe në gjuhën arbëreshe është dhe paidhe dhe paithe me th dhe me dh. Pra, diminutivi është i njëjtë në gjuhën shqipe dhe në gjuhën greke. Në gjuhën greke është me dh, në gjuhën shqipe është me dh dhe th. Është zbulim kaq i madh, sepse Eqerem Çabej nuk mbaroi dot studimet e tij në Gjermani. Ai shkon në Itali, banon atje një vit, gjoja mëson gjuhën arbëreshe dhe diploma e tij është mbi gjuhën arbëreshe. Ai duhet ta kishte bërë këtë zbulim. Zoti Eqerem Çabej. Unë mbledh të gjithë fjalët arbëreshe nga filmat e arbëreshëve në YouTube dhe gjej fjalën paidhe. Ç'është kjo paidhe? Në greqisht është paidha. Ta shikojmë bashk, sepse kjo që kam bërë unë është e pashembullt. E papar në historinë e gjuhës shqipe. Të dashur shqiptar, kjo është fjala greke pagidha, por shqiptohet paidha. Ka kuptimin rrjet. Dhe në shumës është paidhes. Tani, nuk gjej dot fjalë. Këtë zbulim do ta kishin bërë vetë arbëreshët. Por atyre s'u shkonte mendja kur që fjala e tyre është nga greqishtja. Kur arbëreshët i thon vetes së tyre pellazg, kjo është shumë e dëmshme. Pellazgët ishin grek që banonin në Thesali. Pra është një lloj sikur shqiptarët në Kosovë ta quajnë veten serb, sepse Kosova e merr emrin nga fjala Kos, do thot mëllenj e zezë. Pra kosovarët nuk janë aq të çmendur sa arbëreshët. Ju lutem mos e identifikoni veten me grek, jemi dy popull të ndryshëm, por fjala paidhe ka ardhur nga paidha. Mirë po, kjo fjalë si diminutiv nuk gjendet në greqisht. Ka qenë në gjuhën e Homerit pagi, shkruhet me e, por shqiptoheshte me i. Ku e gjeton këtë? E kam gjetur në fjalorin e Perseut, ja do ja tregoj. Të dashur shqiptar, fjala pagi ka dhe kuptimin e kunjës, ka kuptimin e gozhdës së vjetër, diçka që mbërthen dy gjëra bashk, por ka marrë dhe kuptimin e rrjetës. Ka marrë dhe kuptimin e lakut. Kjo fjalë
merret nga arbreshët dhe bëhet fjalë për këdhelse, por nuk është në greqisht. Nuk ekziston pa idhion. Por është në gjuhën arbreshe. Dhe bëhet në femërore pa idhe. A nuk është ky zbulim epokal, pranoni? Pra, gjuhëtarët më të mirë të Athinës, po dhe të Tiranës, nuk e kanë bërë dot këtë zbulim. Pra, cili është konkluzioni? Që ju duhet të më ndihmoni që unë të banoj pranë arbreshëve. Më do e mos. Përpara se sa gjuha arbreshe të zhduket përfundimisht, është gjuhë e rrezikuar. Do më ndihmoni apo jo? Përse duhet të më ndihmoni mua? Çështja po bëhet shumë kritike. Shqiptarët në Shqipëri janë të çmendur, janë bërë pellazg. Një zonjë nga Pradeshi ju ka ndryshuar atyre identitetin kombëtar. Është diçka shumë e turpshme, sepse ajo është pasuruar me gjuhën shqipe, një lloj si Sudja u pasurua me firmat piramidale. Kjo grua ka ndërtuar firmën piramidale të gjuhës shqipe. Gjë më e turpshme në historinë e gjuhësisë. Fjalë që janë me origjinë nga greqishtja, ajo i mendon me origjinë pellazgjike dhe ka krijuar idenë që ne jemi një popull i përbashkët, greko-arvanitas, s'është e vërtet. Grekët janë popull tjetër, ne nuk jemi grek. Nuk ekziston pellazgjia, është koncept i krijuar nga qarqet më shoviniste greke për të hequr identitetin kombëtar të shqiptarëve. Jo vetëm kaq, ne nuk jemi as alban. Albanoi është një fis helen që ka banuar në zgërdesh. Ne s'dinim çfarë ishte albanoi. Ptolemeu na tha çfarë ishin albanët, ne nuk e dinim. Ne jemi shqiptar. Ore, drilonas. Grekët ne na kanë thënë drilon gjithkohës, sepse ne nuk na bëjmë për krenaret greke që ne i themi ilire. Ilirët ose illyrët flisnin greqisht. Illyrët Venet shkruanin graikoj në mbishkrimet e tyre. Do të thotë grek. Mesapët, nga Mesapliku i Vlorës, flisnin një dialekt helen, o të dashur shqiptar, ju nuk jeni grek. Është turpi më i madh i botës ti thuash vetes grek. Është një lloj sikur një kosovar ti thot vetes serb. E pastaj se Kosova vjen nga emri Mëllenjës, e heqim emrin e Kosovës. S'ka si problem fare. Vëm emrin e Dardhës, pa problem, ose të Mollës. Ta quajmë Kosovën Molla, jam shumë dakord, sepse fjala Dardhë përkon me fjalën helene për ujë të trash. Fatkeqësisht. Ta quajmë Molla. Vendi Mollave. Unë e dua Mollën, e dua Kosovën. Ose ti themi thëllëza. Moj Kosovë, thëllëza e butë, moj Kosovë, thëllëza e mirë. Është më mirë se emri Kosovë, që është emër slav. Pra, përfundimisht, do më merrni mua arbëresh apo jo? Se shqiptarët janë çmendur. Kanë ndarë Gjirokastrën në qarkun e Antigonës nga poema e Homerit, përdor për herë të parë përkundrejt familjes. Pastaj është marrë si motiv nga Eskili të shtatët kundër Tebës, është marrë nga Sofokliu, Antigone. Grekët i thonë Antigoni me i, shqiptarët e bëjnë Antigona me a. Është tragjedia e Euripidit gjithashtu e humbur, Antigoni. Dhe qyteti Antigonës është grek, ne e bëjmë qarkun e Gjirokastrës. A ka më të çmendur se shqiptarët? Shqiptarët me siguri kanë rënë viktim e mbetjeve kimike që sollën gringot në Shqipëri. 1/3 e shqiptarëve ka probleme mendore. A kuptoni apo jo? Mbetjet toksike në Shqipëri kanë shkatruar ushqimet, kanë shkatruar trurin e shqiptarëve. Jemi bërë pellazg. Pra, përfundimisht, kjo është fjalë nga greqishtja. Por nuk është gjithë fjala pa idhion.
është në greqisht paida. Rjeta. E pra, nuk e kanë fjalën në rjet, arbreshët, përdorin fjalën greke. Ju falemnderit për vëmendjen, të dashur Pellazgë, të dashur banor të Antigonës në Gjirokastër, o të çmendur!